Faleminderit, zoti kryeministër. Më inspirove për diçka. Është fakt se unë e kam simbolin tim kombëtar, flamurin tim kombëtar, edhe mburrem se jam shqiptar. Këtë ma ka thonë kryeministri i Shqipërisë, kur të ma sjellni ju flamurin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbledhjen e Rodhës do të vi në foltore me të njëjtë. E para, e dyta, sa i përket asoj se sa jam kosmopolit, në të kaluarën unë kam dëshmuar edhe në punën dhe aktivitetet mia që i kam bërë në punët ku kam vepruar, se kam qenë tip që nuk kam bërë asnjëherë dallime në baza nacionale. Dhe këta e vazhdoj të qëndroj të ambroj. A që jam shqiptar, këtë bote e din të me krenari e thomë. Diçka tjetër dua të them rreth asaj që përmendet për sa i përket one stop shopit. Zoti kryeministër, unë kam punu diku 20 e diçka vjet në drejtorinë e doganave dhe falënderit. Kërkoj të ndalet koha pak. Falënderit. One stop shopi duhet funksionoje, do më thonë, edhe për mallrat duhet funksionoje edhe për qytetarët. Mirë po, kontrollat cilët duhet t'i boje Ministria e Punëve të Brendshme, sa i përket asaj me prodhimin e kanabisit, nuk i shmon nga përgjegjësia ata. Dhe këtë duhet ta dinë edhe Ministri i Punëve të Brendshme. Se ata e kanë për obligim të ushtrojnë mbikëqyrje në plantacionet e marihuanës. Dhe ata duhet të kenë evidencë për çdo hyrje dalje në ato plantacione. Dhe thirrjet që kanë ndodhur në terenet sportive, zoti kryeministër, është mirë, jo në mënyrë deklarative, po është mirë në mënyrë ligjore të sankcionohen, sepse nëse ne nuk ndërmarrim masa konkrete ligjore ndaj personave të cilët thjesht për çdo ditë shkelin ligjet, ne nuk shkojmë kërku. Ndërsa sa i përket bindjeve individuale edhe respektit ndërsjellët që kemi dhe që duhet kemi, unë konsideroj se unë kam qenë konzistent dhe jam konzistent në qëndrimet e mia politike dhe qëndrimet e mia politike i ndërtoj konform bindjeve dhe parimeve të mia politike. Faleminderit.